Ne vazhdojmë në fakt që t'jemi në këtë atmosferë festive këtu në televizionin Alsat dhe shpresoj shumë që edhe ju të kënaqeni përmes ekranit, ashtu siç po e shijojmë edhe ne këtë muzikë të mirë dhe me këto personazhe në fakt kaq pozitiv. Dhe tashmë kemi një personazh tjetër këtu në studio për të na dhënë edhe atmosferë, sigurisht, po do të kemi edhe një bisedë të lehtë. Është një personazh që ka një zot të mrekullueshëm, një personazh që besoj Flora të gjithë ne kemi kaluar fëmijërinë dhe adoleshencën me zërin e tij. Besoj se edhe ti je gjeneratës së njëjtë. Kam përshtypjen Ilmia që pak këtë personazh nuk ka vit të ri. E vërtet. Do të thënë na duket i mangët vit i ri nëse ky artist shkupian shumë i dashur për gjithë ne mungon. Kështu që në televizionin Alsat ishte e pamundur që festa jonte ishte e plotë dhe e kompletuar pa Valon Sumën. Po dhe marë, Valon mirë se na erdhe. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Nuk e di, edhe Flora Parës të tha, ti tha e tha shpinë tane, kështu që... Bash. Po dijem si shpinë time edhe une. I thash Valonit në këtë shtëpi ne jemi rritur, kështu që kjo shtëpi na kthen edhe në fëmijëri, nostalgji, momente të bukura. Në kohë kur mediumi ka qenë shumë i fuqishëm dhe e bukur është dhe krenaria jonë që Alsat e ka arritur që ta mbajë këtë fuqi ndër vite për 20 vite. Një falënderim shumë i mashkëm për televizionin Alsat. Unë e maj mend, më thamë, qysh më herët, kur kemi fillu në për emisionet e vitit ri, emisione festive, emisione programe, pa qenë pjesë e emisionet e programit nuk s'ka pas shansë. Së është bë vit i ri pa programi vitit të ri pa Valonin, sigurisht. Shumë faleminderit edhe njerë. Faleminderit edhe ti që erdhe, Knatësi. Na thuaj pak si shkoi ky vit për ty, e dim që ka qenë një vit i mbushur me projekte, sigurisht, një vit edhe i mbushur personalisht, sepse je bërë për herë të dytë edhe baba, por gjithashtu edhe je rikthyer me projekte të reja edhe në muzikë. Ndoshta na foka ka qenë kur bëra për zditi baba. Po nuk thon kot fëmia lind me një fat, që pas ka lind djali i dytë ta rikthej Valonin aty ku duhet të jetë. Është fakt që për zditi jam baba, mandej lansova projektin tim më të ri 2 fjalë, ku shpresoj që nuk do të ngeli vetëm me aq. Po sa i përket vitit 2025, kam qenë shumë i angazhuar në përmbrëmje, në përdasma, në përhëngje familjare. Tash për festat e fundvitit që bëhen para vitit të ri. Ke qenë i angazhuar? I angazhuar non-stop. Po shpresojmë që viti 2026 sjellë ende më shumë, jo vetëm punë, po edhe projekte të reja. Vetëm se ka nisur mbarë dhe bukur, unë nuk dyshoj, vetëm të uroj që të vazhdoj kjo mbarësi dhe këto suksese. Përveç për ty personalisht viti 2025, unë e di që edhe për familjen tënde ka qenë një vit shumë i suksesshëm, keni shënuar përvjetore, domethënë familje që ka dhënë ndër vite kontribut shumë të madh në art dhe kulturën në vendin tonë. Si është një shtëpi së kësaj familje, Valona? Është një farë presioni që edhe ti e mban mbi veten mbi supe këtë përgjegjësi që duhet t'i japësh këtij vendi? Unë jam shumë i lumtur që babai më realizoi atë koncertin jubilar, 25 vjetorin. Për një arsye që unë të motivohem që në të ardhmen, për shkak se ai ka më shumë vite në skenë, karrierë. Shpresoj që edhe unë të ardhmen ta bëj edhe një ashtu koncert jubilar që... Ai koncert ishte koncert i krejt familjes Suma, mendoj, ishte aq bukur, në fund një kujtim që do jetoj përjetësisht me gjithë ju. Unë kam të halla jashtë në Zvicër, në Francë, edhe erdhëm, se di sa kohë ka erdhëm këtu, edhe ishin revoltu. Pse nuk na keni tregu neve që të vinë, dalim skenë dhe ne që të bëhemi më shumë. Po ashtu ka qenë. Jo, shumë jeni Suma, mjaftu shumë. Gjanat spontane janë më të bukura, ndonjëherë. Kur e planifikon, okej, del bukur, po. Kur e ban diçka spontan, del alo më bukur. Kështu që ajo ka qenë që dolim në skenë krejt familja. Nuk ka qenë e planifikuar? Disa kanë qenë planifikuar, po se dalim krejt ashtu, me vrull. I madhe i vogël në fakt kanë qenë. Pas koncertit po ma bëjnë, mirë me tha, sa veti një familje, po ka që, a kreta jeni këngëtara, qka u puna? Kreta duket kanë prirje për muzikë, i madhe i vogël në familjen tuaj ka prirje, ka talent. Po mi që ka qenë, më thallë, programi live, që të bindë njerëzit që, me të vërtet na jemi familje që këndojmë, nuk jemi, hajtë, disa këndojmë, po tjertë mbrapa. Disa profesion, disa pasion, e kështu me radhë. Ashtu. Besoj që tashmë gjithë e dinë në fakt edhe për familjen Suma, të gjithë e dinë që ka këngëtarë të cilët janë shumë të talentuar. Po, jeni dëshmuar këtë merak, mos ta kanë. Po, edhe do e dëshmoj sërish edhe tash minutat e radhës në fakt. Tradita vazhdon.
Tradita vazhdon. Valon edhe një pyetje të fundit para se ta ndjekim një performancë që keni përgatitur enkas vetëm për programin festiv të televizionit Alsat, bashkë me bendin të cilët ne intervistuam para se të vihet Violina Band. Më thuaj cilat janë gjërat që të doje ti merrje me vete në vitin 2026, heq këtu familjen, gjërat tjera? Pikë parë shëndetin, që pa atë nuk mund të realizojnë gjëra tjera. Nëse flasim për anën profesionale time, shpresoj që të vi me projekte të reja, edhe si solo këngëtar, po edhe me grup. Jo, mos ta bëjmë halal nëse ndalesh. Jo, po të ndalë jo, une e kam cekë në një emision këtu në Alsat që mendoj të bëj diçka të bukur, po t'ja lë më mirë kohës. Unë edhe projektin që kam lancur 2025-ën, nuk e kam përfolur shumë që do të realizoj diçka të tillë, po më mirë, kur është diçka surprizë, është më e ëmbël, më e bukur. Pajtohem plotësisht. Megjithatë kemi çfarë presim. Po. Gjithsesi ajo është mesazhet që po e marrim sigurisht. Diçka të bukur, diçka që do të jetë, edhe do ta ndëgjoni, do ta shikoni, edhe do të ngjelet edhe në mendjen e shpresoj gjithë dëgjuesve. Shumica artistëve Ilmie po na ikin në Kosovë e Shqipëri, kështu që Valoni ka qëndruar besnik vendit të tij. Ne urojmë që të vazhdosh të sjellësh muzikë, të prodhosh muzikë të bukur, kualitative, dhe të kemi çfarë të dëgjojmë ne dhe me çfarë të rrisim fëmijët tanë, gjeneratat e reja. Faleminderit shumë, po më vjen shumë mirë për këto fjalë, kaq të bukura që po më thoni. Të merituara definitivisht. Po shpresoj që mos t'ju zgënjej, jo vetëm juve, po gjithë ata që më dëgjojnë, që më ndjekin, edhe që më duan si artist. Atër, Ilmie, tashmë vetëm disa pak orë në ndajnë nga sigurisht ndrimi i vitit. Ne duam më shumë muzikë se sa të flasim. Ta shohim këtë super performancë bashkë me bendin Violina. Valon skena për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit zuar.